Si thot një dietar i madh, nëse i shihni varrezat, ju dukun gjithë të njëjtë. Thot amrana janë 3 kategoritë njerëzve. Thot një grupi njerëzve janë, thot, dheu ja ka mbulu trupin. Dhe zbashku me trupin e tij janë varros historia e tij. Ka vdek para dite, mas dite harrohet, se s'ka lënë gjurmë këtë dunjë. Thot grupi i dytë njerëzve, thot, ja ka mbulu dheu trupin, por se ja ka mbulu historinë. Kanë lënë gjurmë të këshia në dhe, mbi dhe. Dhe gjirologaria e punëve të këshia hala e ka qelë të ndi gjykimi. Dhe grupi i tretë njerëzve dhe në ata cilët ja ka mbulu trupin dheu, por se ja ka shly historinë, kanë bet gjurmë të pozitive të punës së tij mbi dhe. Dhe njerëzit flasin mirë, e kujtojnë për mirë dhe i shfrytëzojnë të mirat që ai ka lënë mbi dhe, e ai e merr shpërblimin për në botën e përjashme, po e ndërprej derisa ta fiton më të shtrenjtën të mundshme. Pra vëllezër të ndershëm, jeta kësaj bote është shansë. Është vetëm një faqe e bardhë që të është dhënë mundësia secilit për nesh me shënunet e pastaj faqja tjetër e kësaj jete është bota arshme. E atje më varet krejt se çka kemi lanë në jetën e bote, çka kemi bën në jetën e bote. Dhe po e mbylli për shkak të kohës, vëllezër, më bëni përshtypje një shkrim. Pas ka qenë një udhëheqës, një ditë për ditëve shkon me vizitu një vend tjetër. Edhe ka të kalon rrethet i shet do vorreza. Nëse janë vorreza të muslimanëve, duhet mu lutë, mi thonë selam në muslimanët. Është temë që do të flasë një herë tjetër gjatë. Mi thonë paqja dhe bekimi Allahu që mbi ju o ju banorët e varrezave. Allahu kofti i kënaqur me juve kështu me radhë. Oni fal dua e gjatë. Dhe ky mreti jep selam varreza, mirë po i bën përshtypje një shkrim në gurit të varrezave. I bën përshtypje një shkrim në 3 mënyra. Një, historia e shkurt e udhëhecit atij vendit. Ja kanë shkruar që ka bën kështu punë të mira, edhe në fund ja kanë shkruar ka jetuar veç një ditë. Çudi. Gjatë ato vepra të mira, ka jetuar veç një ditë. E lexon dytën, veprat e mëdha, çka ka bën ky person, dhe shkruan në fund dhe ky ka jetuar veç 2 ditë. Çudi. Shkon te i treti, pas ka qenë dietarës i atij vendi, edhe lexojnë historinë çka ka bën ky. Dhe shkruan në fund ky ka jetuar veç 3 ditë. Edhe ky çuditë, thot subhanallah, gjitha histori 3 ditë, 2 ditë dhe 1 ditë. Dhe ndërkohë takohet me ato njerëz dhe i pyet. Thot kam pa diçka çuditshme te ju. Thot pash histori të madhe të dietarit dhe ju e keni shkruar aty ka jetuar veç 3 ditë. E pash një histori të madhe të një luftëtarit ju e keni shkruar ka jetuar 2 ditë. E pash një udhëhecit ju ka jetuar 1 ditë. Çka në kjo mënyrë kështu? Pse kështu? Ata i përgjigjen, tha u nderuan, tha na jetën e shkruajna me sukses. Jo sa gjatë ka jetuar, po sot ditë në jetën e vet ka pas sukses. Atëre ky mbreti tha diçka. Unë jam musafir juve. Nëse më zë vdekja këtu, tha shkruajmë në guri, ka vdek para se me lind. Sepse me të vërtet vdesin për një me, për gjithmonë, ata të cilët s'kan vepra të mira me veti. Përfundon me gjithçka. Dhe përfundon ëndra e tyre për ta fituar të përjetshmën. Prandaj rini e dashur, xhamat të nderuar, ose jeni gjallë këtë dunja, mos kurse dijen, shëndetin, pasurinë, bën vepra të mira sepse askush ma nuk ka më shkruar veturat tona përveç ti që ke shkruar. Ban makia komo të dash është një vepër e mirë për xhenet, kur kush se ban ma ata për ty. Ka qenë njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kish pas hap vorrin në shtëpi. E tha gjithë natën dhe i thëjke vetë do filan, kush ka me falë namaz nëse vdesun, kush falet për mu?
Kush agjeron për munës unë hindhej, e kush ban vepra të mira për munës hindhej. Edhe kur dalë kësë mëngjesit dhe këtash jam gjallë, atëre provo dhe ban vepra të mira. Sepse askush ma nuk ka me shenu për dorën tane. Nëse ti e ke mbyll dhe ke mbyll, dhe është çështje jotja. Andaj sa imi gjallë këtë dunja, ne duhet bëjmë vepra të mira, të jetojmë gjatë, edhe ma si të shkojmë botën e përjetshme, sepse na tha pejgamberi alayhis salam kur vin ditën e gjykimit njerëz dhe kanë sevapet mëdha dhe kanë meritet mëdha në xhenet, Allahu ju thot punët e juve si kishin prunë këtu, po keni lënë gjurmë tjera për mas, keni lënë dije, keni lënë vakëfe, keni lënë fjalë të mira, keni lënë punë të hajrit, dhe njerëzit kanë janë lutë për juve dhe jata është me një shpërblimin e gjurmëve të juaj, dhe të vërtetën tha Allah azza wa jall do t'ju ngjallmi në ahiret, jo vetëm kaq, por do t'ju ngjallmi edhe më tregu se çfarë gjurmë keni lënë, edhe nëse gjurmët janë mes juve dhe vdekjes 1000 vjet për mas. Këtë fuqi e ka vetëm Allahu xhalla wala. Vëllezër të ndershëm, këtu po përfundoj këtë ligjërat, me vazhdu inshallah taala në xhuman e ardhshme. Walhamdulillahi rabbil alamin. El-Fatiha.